Bismillahirrahmanirrahim. Nga 10 të përgëzuarit me xhennet është edhe Zubair ibn al-Awwam. Zubairi radiallahu anhu i përgëzuar me xhennet nga Allah subhanahu wa taala me gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ishte nga familja pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjithsesi djali i hallës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Një njeri me fizik të fortë dhe një njeri me shtat të lartë, një njeri i fortë, një njeri besnik, një njeri që pejgamberi alayhi salatu wassalam tha për to se cili pejgamber e ka nga një havari, pra një mik, një përcjellës, një mbrojtës, ndërsa miku im përcjellës im është Zubair ibn al-Awwam. Zubairi ishte nga ata që marrën pjesë në çdo luftë në pejgamberin alayhi salatu wassalam, ndërsa në luftën e Bedrit lënë të theksohet se tregoi një trini të lartë që se tregoi askush tjetër përposi. Zubair ibn al-Awwam qëndronte në krahun e djathtë të pejgamberit alayhi salatu wassalam në luftën e Bedrit. Pra ishte një njeri që nuk largoi për asnjë metër nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Edhe në kohën e paqes, po edhe në kohën e luftës, edhe atëherë kur ishte me familje që i qëndronte pejgamberit asam të dera për ta ruajtur pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pra ishte i pandar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ishte një njeri i urtë dhe ishte një njeri që mësonte shumë nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Në luftën e Bedrit e kishte vendosur në imam një pshtjellës të kokës me ngjyrë të verdhë, saqë ka ardhur në transmetime se edhe me lajket që Allah subhanahu wa taala i ka zbrit në luftën e Bedrit e kam pas të vendosur nga një imame me ngjyrë të verdhë, sikurse ka pas Zubair ibn al-Awwam. Zubairi ishte nga të parët që nxori shpatën për pejgamberin alayhi salatu wassalam, ashtu sikurse ka në transmetime se një fitnë, një sprov ishte shpërndar në Mekë dhe i kishin rrethu pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe Zubairi më njëherë ishte fut për ta mbrojtur pejgamberin sa dhe kishte nxjerr shpatën dhe kishte thënë kush dëshiron me luftu Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ndërsa pejgamberi sa ja riktheu shpatën në vendin e saj dhe e qetësoi Zubairin sepse nuk kishte asgjë të bënte me luftë kundër pejgamberit sa aty në ato momente. Andaj si një trim i rrallë që tregoi besnikrinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, ishte ai që i qëndroi afër për ta përcjell emanetin e Allah subhanahu wa taala. Dhe ishte nga ata që sa herë që vdiste nga një nga shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, emanetet ja lejshin Zubairit sepse ishte një njeri që mbante emanetet e njerëzve. Pra edhe Abu Bekr radiallahu anhu kur para se të vdiste ja kishte lënë emanetet Zubairit, por edhe Omeri radiallahu anhu, por edhe Uthmani, që të gjithë që kalonin para Zubair ibn al-Awwamit te Allah subhanahu wa taala ja lënin emanetet që me i qenë në vend Zubairi dhe ishte i tillë që nuk linte asnjë emanet vetëm se duke e qenë në vendin e tij. Ndërsa kur e pyeti djali i tij Zubairin radiallahu anhu, o baba, po pse ti gjithkohën ishe me pejgamberin alayhi salatu wassalam? Mirë, po transmetove mas pak të hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Zubairi i tha, prej momentit që kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam, duke thënë se ai i cili shton apo shpiv diçka nga ajo që unë nuk e kam thënë, le ta përgatit për veten e tij një ulse nga zjarri dhe unë jam fregu që njerëzit do t'i devijojnë ato fjalët e mia, spaku edhe ne shrojnë nëse e devijojnë, atëherë unë fregohesha që Allah subhanahu wa taala do të më përgatit një ulse nga ulset e zjarrit dhe për atë qëllim unë asnjëherë nuk kam fol për fen e Allahut dhe nuk kam qenë prej transmetuesve të hadithit sikurse kanë qenë shokët e tjerë të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj një njeri i përgëzuar me xhennet kishte një frikë të tillë, një njeri që Allah subhanahu wa taala nga arshi i tij lajmëroi emrin e tij se ky është i përgëzuar me xhennet, një i dalluar, një mik, një përcjellës, një bujar, një njeri emanetxhi, gjitha këto tipare, një njeri i fortë saqë thurnin vargje për Zubairin duke qenë i gjallë ende se atë që godet Zubairi qofte edhe shkëmb e ndan në dy pjesë. Kur Omer radiallahu anhu khilafetin e tij i dha një shokut e tij shpatën e Zubairit dhe i tha godit të shkëmbin, ajo shpata duke godit ndalej te pjesa e shkëmbit, ndërsa kur e pa Zubair radiallahu anhu e kapi shpatën dhe goditi shkëmbin dhe e çau në dy pjesë, atëherë i tha Omer radiallahu anhu se nuk është çështja të shpata, por është të krahu dhe të fiziku i fortë. Zubair ishte në çdo betejë dhe kishte shumë plagë në trupin e tij, veçohen dy plagë që mundeshe me fut dorën tënde në trupin e tij sa kishte plagë të thella që i kishte marrë gjatë luftrave. Mirë, po pavarësisht kësaj,
pavarësisht që Omer radiallahu anhu kur Amr ibn al-As i kërkoi Omer radiallahu anhu khilafetin e tij 4000 njerëz me i dërgu në Egjipt për ndihmë, Omer radiallahu anhu i dërgoi vetëm 4 dhe tha se secili prej tyre kanë forcën dhe vlen sa 1000 burra dhe në mesin e tyre ishte Zubejri, pra askush nuk pati mundësi me vrama përjashtim të atyre që thirreshin në emrin e fesë Allah subhanahu wa taala. Pra edhe ky, sikurse Talha ibn Ubaydullah, sikurse Ali radiallahu anhu, sikurse Uthman ibn Affan, që të gjithë ta radiallahu anhum vdiqen duke e gjetë vdekjen e tyre, u vran duke gjetë vdekjen e tyre nga dora e Khawarijve, nga qend e xhehenemit, nga ata që paralajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe po edhe ky bashkë me Talha ibn Ubaydullah, Zubair ibn al-Awwam vdiqën në luftën e Sifinit, në luftën që pretenduan me i pajtu musliman ndërmjet veti dhe ishin iniciatorë të pajtimit, u vran nga ata që e kishin tradhtu fen Allah dhe dërgumin e tij, u vran nga dora e Khawarijve. Kështu edhe u përmbyll kapitulli i Zubair ibn al-Awwamës në këtë betejë.